Ne kemi gjetur se korrupsioni vazhdon të mbetet fenomen i cili është shqetësues për Republikën e Kosovës dhe të njëjtën natyrisht e theksojnë edhe shumë raporte ndërkombëtare tjera dhe vendore. Gjyqësori në Kosovë vazhdon të mos i trajtojë me seriozitet të lartë rastet e korrupsionit profilit lartë, i cili si rezultat i bën zyrtarët publik, sidomos zyrtarët e lartë, të paprekshëm dhe të padënueshëm, të paktën të padënueshëm denjësisht nga sistemi gjyqësor i Kosovës. Ne kemi gjetur edhe këtë vit që rastet e korrupsionit profilit lartë janë stërzgjatur, seancat kanë vazhduar të dështojnë, të vonohen dhe të anulohen, duke penguar kështu efikasitetin e gjyqësorit për të zgjidhur këto raste me interes të lartë publik. Ky dështim për të trajtuar këto raste në mënyrë efektive, natyrisht që i kontribon negativisht ose më mirë themi minon besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës karshi institucioneve të sistemit drejtësisë, e cila në raportet tona të kaluara, më konkretisht nga indeksi Rolpik që GLPS ka publikuar për 7 herë me radhë, nuk është që rangohen mirë në kuptim të besimit që qytetarët i kanë dhënë sistemit gjyqësor, sistemit drejtësisë në veçanti. Së dyti, ne kemi gjetur që politika ndëshkimore dhe në këtë periudhë monitoruese mbetet përsëri jashtëzakonisht e ulët. Edhe kur ka dënimet janë simbolike, nuk pasqyrojnë as seriozitetin e veprës, as dëmin që është shkaktuar në shoqëri. Një qasje e tillë jo vetëm që nuk e frenon korrupsionin, por rrezikon ta normalizojë atë, duke dhënë mesazhin që edhe nëse ka korrupsion në mesin e zyrtarëve të lartë, e njëjta nuk dënohet apo dënohet vetëm pak, duke stimuluar kështu në një farë mënyre korruptimin e zyrtarëve që mbajnë postet e larta publike. On the subject, how did the courts handle the corruption cases in 2024? My name is Nicolas Karamus. I work at the EU office here as team leader in the rule of law sector in the cooperation section. The occasion of the roundtable, as it was said, is the presentation of trial monitoring report on court institutional treatment of corruption cases in 2024. And this is in the context of the EU co-finance project implemented by GLPS, Group for Legal and Political Studies. Civil society, why it is important that domestic organizations, civil society organizations do this type of activities? Because civil society organizations, in also view of the European Union, they allow citizens to take an active part in setting the political agenda, and vibrant civil society contributes to fulfilling the condition of the EU membership. Now, in 2022, there was a report of the European Court of Auditors, which looked at projects implemented in the field of rule of law. And one of the recommendations of the European Court of Auditors was that the European Commission should intensify the work with civil society organizations under rule of law to enable civil society organizations to develop, this I'm quoting from the report, tailor-made tools to monitor how corruption evolves by means of specific indicators. So that's why the report that is being presented today is very important. Now, introducing trial monitors in the field of serious corruption and organized crime cases is one of the commitments also undertaken as a result of the EU Western Balkan Summit in Sofia in 2018. So, as EU office in Pristina, in Kosovo, we support trial monitoring of corruption and organized crime case. And in addition to civil society organizations, I would be sure, there are also international organizations like OSCE, here represented also. There is also EULEX that deals with the trial monitoring. So, considering how important is for that the civil society organizations deal with trial monitoring, as a EU office we would encourage, and we are happy here to see representatives of international organizations also,
a closer cooperation and dialogue between international organizations and non-governmental organizations, domestic organizations. Numri i përgjithshëm i seancave ka qenë 466. Në veprat penale të korrupsionit i kemi pas 391 seanca, ndërsa seancat krimit të organizuar kanë qenë 75. Mundemi me pa që për nga ana e korrupsionit 297 kanë qenë seanca që janë mbajt, ndërsa 94 seanca janë anulu apo janë shty më tej. Për nga ana e krimit të organizuar, numri i seancave të mbajtura është 53, ndërsa numri i seancave të shtyra apo të anuluara është 22. Në për të gjitha 3 gjykatat të cilat i kemi monitoruar, gjetjet kanë qenë pak a shumë të njëjta për nga përqindja e seancave të shtyra apo të anuluara në krahasim me ato të mbajtura, edhe këta numra mbesin shumë të ngjashëm me ata të vitit kaluar, pra është një pjesë shumë e madhe e seancave të cilat vazhdojnë mos me u mbajt apo me u shty. Sipas fokus grupit i kemi identifikuar 4 trende kryesore. E para është kjo shtyrja dhe anullimi i seancave që po vazhdojnë me mbetë shumë konsistente në monitorimet tona. Do me thonë ka shumë seanca të cilat vonohen, fillojnë jashtëzakonisht shumë e vonesë deri në 2 orë vonesë ka pas raste të cilat shtyhen për arsye subjektive edhe kështu me radhë. Do me thonë shkaku kryesor pse seancat janë anullu edhe si vjet është mosprania e palëve në seancë. Kur po flasim për palët, kemi fjalën për të gjitha palët pa të cilat nuk mundet me u zhvillu seanca, po sidomos të akuzuarit, të cilët përbëjnë numrin më të madh të shkaqeve pse seancat kanë dështuar vazhdimisht. Në këtë pikë, një si vitin e kaluar, kemi pa që gjyqtarët nuk po imponojnë masa ndëshkuese kur palët nuk paraqiten në seanca gjyqësore. Siç e dim, gjyqtarët i kanë të gjitha mjetet procedurale për me ndëshku edhe avokatët mbrojtës, edhe prokurorët, edhe personat e akuzuar të cilët nuk paraqiten në seancë, por që kemi pa disa raste që për kund të shtyrjeve të vazhdueshme, prap gjyqtarët kanë dështuar me imponu ato masa. Një shembull interesant e kemi specifikisht e rastit Toka, që është një prej rasteve të shënjestrume që ka përfunduar në këtë periudhë monitoruese, ku rasti ka zgjatur gjithsej 8 vjet, duke filluar nga mandati e Euleksit, pastaj duke vazhduar në gjykatat tona. Për gjatë vitit të fundit, edhe pse seancat kanë dështuar vazhdimisht në rastin Toka, vetëm një gjobë minimale është shqiptuar për një avokat mbrojtës për mos prezencën e tij në seanca. Në pikën e dytë, që është pak më pozitive se e para, është çështja e blok seancave. Do me thonë, disa prej gjyqtarëve kanë filluar me e praktiku këtë praktikën e caktimit të disa seancave me radhë. Do me thonë, në fillim të shqyrtimit gjyqësor apo në fillim të ndonjë ndryshimi procedural, i kanë caktuar datat për të gjitha seancat që kanë me ndodhur në muajt në vijim, edhe mandej këto seanca po kanë tendencë më pak me dështu, duke qenë se të gjitha palët janë të informuar paraprakisht për sa seanca kanë me mbajt, kur kanë me mbajt ato, edhe mandej arsyet objektive fillojnë dhe rallohen për mos me qenë pjesë e seancave. Për këtë shkak, do me thonë, mendojmë që kjo është një praktik tepër e mirë edhe që duhet me u amplifiku edhe nga gjyqtarët e tjerë. Një praktik të tillë kemi pas sidomos në gjykatën themelore të PE-s, po edhe në atë të Prishtinës të disa gjyqtarë të caktuar. Pikën e tretë e të gjeturave të monitorimit seancave e kemi që prap e ngjashme me vitin e kaluar, shumë gjyqtarë kanë tendenca me vepru nga njëherë në mënyra të anshme ndaj përfaqësuesve ligjor të ndryshëm gjatë procedurave, por po ashtu edhe ndaj të gjitha palave në përgjithësi. Kjo nuk do të thonë që ne pajtohemi me të gjitha të gjetrat tuaja, nuk do të thonë që ne jemi dakord, për shkak se ne mendojmë që sistemi gjyqësor gjatë vitit kaluar ka treguar një performancë të mirë në krahasim me vitet paraprake, edhe këtë ja dëshmojmë me të dhëna statistikore, me të dhëna për secilin rast konkret, megjithëse ne si komision edhe unë si gjyqtar nuk kam të drejtë me i komentuar rastet konkrete, për shkak se ju e dini që kodi etikës nuk na lejon gjë të tillë, por dua të them se sistemi gjyqësor, dhe këtë them me përgjithësi, gjatë vitit kaluar ka treguar një performancë të shkëlqyer në drejtim të përfundimit të rasteve të tilla. Jemi të vetëdijshëm se ka vend për përmirësime. Disa prej të metave që ju i keni theksuar në raport qëndrojnë, ato janë të tilla të cilat ne kemi evidentuar edhe vite më parë, edhe kemi të shkruar në raportet tona me shkrim që kemi dorëzuar vazhdimisht në Këshillin Gjyqësor, për të cilat besoj që mund të keni qasje edhe jo si projekt,
por ne konsiderojmë që sistemi gjyqësor gjatë vitit kaluar ka treguar një performancë të shkëlqyer, gjë të cilën e kanë dëshmuar edhe shumë organizata të ndryshme ndërkombëtare. Edhe tek Këshilli Prokurorial ekziston një komision i tillë që mbikëqyr rastet e korrupsionit, po du me dalë të një risi që e përcakton kodi i procedurës penale, është fjolla për 184 dhe 156 kodi i procedurës. Gjyqtori dha disa sugjerime të raportit, ndoshta edhe unë sugjerimi im kish më qenë që kur bëhet shtrirja e monitorimit të këtyre rasteve, do të merret përveç asaj që të përfshin gjitha instancat, të merret parasysh edhe ndryshimet e reja ligjore, sepse këto dispozita janë shumë të avancume, sepse i ka dhënë mundësi palëve që viktimave dhe të dëmtuarit në rast të hudhjes apo pushimit të kallëzimeve penale të bëjnë ankesë në Prokurorinë e Apelit, gjë që është shumë e rëndësishme që palët të zhvillojnë më tej proces. Domethënë, është shumë e rëndësishme kur i monitorojnë këto raste, me i përfshinj edhe këto raste, do të thotë kur përfshihet ankesa, sidomos te pushimi e hetimeve dhe te hudhja e kallëzimeve penale. Tani po do më ndo me juve disa statistika sa i përket pjesës së gjykimit të korrupsionit, do thotë në periudhën raportuese gjykatat e Kosovës kanë marrë vendim për 198 persona të akuzuar për vepra penale, prej të cilave 27 persona ose 14% është hudha këtë akuza, 95 persona ose 48% janë shpallë fajtor dhe 68 ose 34% janë liruar nga këtë akuza dhe 4 persona ose 4% është refuzuar këtë akuza. Këto statistika është interesant nëse shikohen sepse çush është e mundshme të njëjtë prokuror për vepra tjera penale, po arrin me i kalu gjitha këta akuzat në gjykat, kurse kur vjen puna te veprat penale të korrupsionit, kjo përqindje është shumë e ulët. Do thotë nuk e kalon as 50%. Do thotë këtu është një pyetje legjitime që të dy këshillat duhet mendojnë të ardhmen për ta, sepse të njëjtë prokuror po arrin për vepra tjera mbi 90% raste me i kalu në gjykat dhe të veprat penale të korrupsionit kjo përqindje bjen dukshëm.